تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me librin Ad-Durusul Muhimme li Ammatil Ummah, pra mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme për të umetit, të autorit, djetarit kolosal, Sheikh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, i cili ka vdekur në vitin 1420. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, mësuesit dhe djetarët tanë, dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdim të këtyre mësimeve të rëndësishme, padyshim, jemi te mësimi i 7, ku autori rahimahullah flet për shtyllat e namazit. Ka thënë dersus sabi' arkanus salah, do të thonë mësimi i 7, shtyllat e namazit. Ka thënë arkanus salati wa hiya 14. Do të thonë flasim për shtyllat e namazit dhe ato janë 14. Wahia, dhe këto 14 janë el-qiyamu ma'al qudra, qëndrimi në këmbë, nëse kur ka mundësi, do të thënë njeriu. Wa takbiratul ihram, pra takbiri fillestar ose takbiratul ihram. Wa qira'atul Fatiha, leximi i surës al-Fatiha. Wa ruku', rukuja, wa li'tidalu ba'da ar-ruku', drejtimi pas rukus. Was-sujudu 'ala al-a'dha'i as-sab'a, edhe sejdja në 7 pjesë të trupit ose 7 gjymtyr. War-raf'u minhu, ngritja nga sejdja. Wal-jalsatu bayna as-sajdatayn, ulja mes dy sejdave. Wat-tuma'ninatu fi jami'il af'al, dhe qetësia në secilën prej këtyre veprave. Wat-tartibu bayna al-arkan, dhe renditja e shtyllave, do të thonë me renditje siç u përmendën. Wat-tashahhudu al-akhir, tashahudi i fundit. Wal-julusu lahu, ulja e fundit për tashahudin e fundit. Was-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wat-taslimatani, dhe selam, dy selamet. Kështu ka thënë autori rahimahullah. Këtu flasim për shtyllet ose ruknet e namazit. Dhe rukën në gjuhën arabe, do të thonë ana e një gjëje, ana më e fortë, ose shtylla, ose pjesa, do të thonë kryesore e një gjëje. Dhe kur mungon diçka prej rukneve, namazi do të thonë është i pavlefshëm. Pasi ky namaz ndërtohet, do të thonë, mbi këto shtylla ose këto rukne, dhe siç dihet, do të thonë, janë krahasuar me ndërtesën. Pra ndërtesa, ato pjesët më të forta, pjesët bartëse, do të thotë që janë shtyllat ose anët e ndërtesës, që janë bartëse të ndërtesës. Nëse rënohet diçka prej tyre, do të thonë bie e gjithë ndërtesa.
ashtu është edhe me namazin ose me secilin ibadet, kur i përmendim ruknet e atij ibadeti. Do thotë, nëse mungojnë ruknet ose një prej rukneve, atëherë ibadeti është i pavlefshëm. Prandaj këtu e kuptojmë se fjala rukn, do të thonë shtyllë, është pjesa përbërëse e namazit. Edhe, si tham, dallimi mes shtyllës dhe kushtit, është se kushti duhet plotësohet para fillimit të namazit, kurse shtylla është. Përsërisim edhe një definicionin e shtyllës dhe kushtit. Tham kusht është që mungesa e tij e patjetërson mungesën e veprës, kurse prania e tij nuk e patjetërson praninë ose mungesën e veprës. Kurse shtylla ishte që mungesa e saj e patjetërson mungesën e veprës dhe prania e saj, do të thonë, atëherë e sjell praninë e veprës. Do të thonë që kur plotësohen kushtet, vepra nuk ka filluar. Do të thonë duhet të bëhet vepra. Kurse kur plotësohen shtyllat e veprës, do të thonë është plotësuar vepra. Prandaj duhet ta dim që do thotë kjo për precizitetin e shprehjes, dallimi mes kushtit dhe shtyllës së diçkaje. Namazi ka këto shtylla, që i ka përmendur këtu autori, rahimahullah, me numrin 14 shtylla. Shtylla e parë, ka thënë, është el-qiyamu me al-qudra, do të thonë qiyami, apo qëndrimi në këmbë, kur njeriu ka mundësi. Dhe argument për këtë, do të thënë se kjo është shtylla e parë. Megjithse tani është përmendur para se të fillojë namazi, mirë po, që nga fillimi, që nga tekbiri, që do të përmendet si shtylla e dytë, do thotë duhet të jetë në këmbë njeriu. Edhe për këtë shkak, kjo është përmendur si shtylla e parë, që do të thonë se kur njeriu nuk falet në këmbë dhe ka mundësi të falet, atëherë namazi i tij është i pavlefshëm. Do të thonë nëse mund të qëndrojë në këmbë dhe nuk falet në këmbë. Prandaj është përmendur mundësia ose fuqia për të qëndruar në këmbë. Dhe argumentet për këtë janë disa prej ajeteve dhe haditheve. Në Kur'an ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Do të thonë, ruajini namazet dhe në veçanti namazin e mesëm dhe qëndroni në këmbë para Allahut me përulësi. Pra qëndroni në këmbë është urdhër. Dhe i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Husajnit, i cili ka pasur smundje të hemoroideve, dhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan." Do të thënë falu në këmbë, nëse nuk ke mundësi, atëherë ulur. "Fa in lam tastati' fa 'ala janb." Nëse nuk ke mundësi, atëherë shtrir në krah. Pra, do thotë urdhri i parë është të falet në këmbë. Gjithashtu, hadithi i njohur që flet për cili është bazë për të gjitha shtyllat e namazit, është hadithi quhet hadithul musii salatehu, dhe një njeri që është falur keq, nuk është falur, do të thonë nuk e ka plotësuar namazin. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë kthehu falu, se nuk u fale, dhe është kthyer edhe një herë, është falur, pastaj prapë i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehu falu edhe një herë, do thotë se nuk u fale, nuk është, pra kjo që e bëre nuk është namaz. Dhe herën e tretë i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, më mëso se nuk di më mirë se kështu." Dhe prandaj pastaj e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe çështjet që i ka përmendur, do të thonë se janë shtylla të patjetërsueshme. Pasi para bërjes së këtyre shtyllave, do thotë namazi nuk ka qenë namaz. I ka thënë nuk u fale, nuk është namaz kjo. Pastaj ja ka mësuar ato që pa të cilat namazi nuk pranohet. Do të thënë ja ka mësuar shtyllat. Dhe në lidhje me qëndrimin në këmbë, i ka thënë idha qumta ila as-salah. Do të thënë kur të ngrihesh për të falur, fakebbir, dhe vazhdon, do të thënë hadithi. Kjo sa i përket namazit farz, do thotë është qëndrimi në këmbë, është shtyllë e patjetërsueshme dhe pa qëndrimin në këmbë, do thotë nuk ka namaz.
kur njeriu ka mundësi të qëndrojë në kamp. Nëse nuk ka mundësi, e kuptuam se mund të falet ulur ose shtrir. Kurse namazet nafile lejohet të falen, domethënë atëherë nuk është shtyllë e patjetërsueshme, thotë kjo çështje qëndrimi në kamp, mund të falet edhe ulur. Mirëpo ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi i njeriut ulur është sa gjysma e namazit, ose është gjysmë namazit. Domethënë e ka shpërblimin sa gjysma e atij që është falur në kamp. Kjo vlen për të gjithë njerëzit, kurse për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kemi thënë edhe në raste tjera, edhe ta dimë si rregull, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron diçka, pastaj nuk e bën atë, ose ndalon nga një gjë dhe e bën atë, kjo tregon se ai urdhër nuk është për obligim, ose ai ndalim nuk është për haram. Domethënë se është mekruh. Edhe kur e bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për të nuk është mekruh, sepse e bën për sqarimin, domethënë për të sqaruar umetit. Gjithashtu edhe kur ka vepra ku e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vlerën më të madhe të një vepre, pastaj ai e bën atë që është më pak e vlefshme. Dhe kjo nuk është domethënë e natyrshme për pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Domethënë nuk ka mundësi që ai ta bëjë një vepër që është më pak e vlefshme se ajo tjetra, por e bën atë që është më pak e vlefshme për umetin, që ta tregoj se lejohet. Domethënë edhe ajo ka bazë. Prandaj kur është falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ulur, namazi i tij është i plot, por ka treguar se kur njeriu falet ulur dhe pa arsye për namazet nafile, e ka shpërblimin e gjysmës së namazit. Kurse për namazet farz, i ka thonë edhe atij që është i smur, falu në kamp. Nëse nuk ke mundësi, atëherë ulur. Do thotë që kuptohet dallimi mes farzit dhe nafiles. Dhe për ta kuptuar këtë, është hadithi që transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ka thënë se dëgjova, do të thonë se transmetohet, pra ka dëgjuar prej sahabeve që kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë namazi i njeriu ulur është sa gjysma e namazit në kamp. Edhe pastaj thot kur shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas duke u falur ulur. Edhe domethënë është çuditur, edhe i ka vënë duart në kokë. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam malaka ya Abdullah ibn Amr, domethënë ç'është puna o Abdullah ibn Amr, i ka thënë unë dëgjova se ti ke thënë që namazi i ulur është sa gjysma e namazit, kurse ti falesh ulur. Domethënë kjo nuk është e paramendueshme për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë ajal walakinni lastu ka ahadin minkum. Domethënë e vërtetë është, por unë nuk jam si dikush prej jush. Domethënë nuk është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njësoj si individët e umetit. Pra kjo është shtylla e parë. Shtylla e dytë që është përmendur, domethënë me cilën fillon namazi, është tekbiri fillestar, që quhet tekbiratul ihram. Domethënë fjala tekbir do të thotë të thuhet Allahu Akbar. Domethënë vetëm kësaj thuhet tekbir. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam miftahu s-salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Domethënë çelësi i namazit është pastërtia. Tahrim, domethënë bëhet hyn njeriu në gjendje të ndalesës, domethënë ihramit. Ky ihram fillohet me tekbir dhe pastaj del në gjendje të lejesës, domethënë në halal, edhe ka thënë tahliluha at-taslim. Në këtë gjendje del me selam. Çka do thot ihram ose tahrim? Pra prandaj ky në bazë të këtij hadithi quhet ky tekbir i parë quhet tekbiratul ihram. Domethënë tekbiri i bërjes, domethënë shndrimit të gjendjes në gjendje të ndaluar. Çka do thot? Domethënë pas këtij tekbiri, atëherë njeriu t'i bën të ndaluara disa çështje që i ka pasur të lejuara më përpara, siç është ngrania, pirja, edhe të folurit halal me njerëzit, ose lëvizjet, ecja kështu me radhë, domethënë që janë pa arsye. Do thot ato që janë halal,
domethënë kur bën tekbir, njeriu i bën haram. Domethënë disa çështje që janë halal i bën haram dhe pastaj vazhdon në këtë gjendje të haramit, domethënë të ihramit, deri në selam. Dhe me selam del në halal prapë, domethënë kthehen ato siç kanë qenë. Dhe për këtë shkak, domethënë gjitha fjalët dhe veprat që janë brenda namazit janë për përmbushje të këtij tekbiri. Domethënë kur njeriu thot Allahu Akbar, domethënë Allahu është më i madhi. Do thotë se është larguar në atë moment nga dunjaja. Edhe i ka bërë haram për vete disa çështje që janë halal, por në ato momente, domethënë janë haram me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj të gjitha pjesët e namazit janë për ta përmbushur këtë fjalë, domethënë rukuja, sejdja, leximi i Kuranit, përmendja e Allahut, lartësimi i Allahut janë, domethënë për ta treguar madhrimin e Allahut, se Allahu është më i madhi. Edhe është, domethënë që njeriu ta kuptojë se dhe ta rikujtojë se çdo gjë tjetër është e parëndësishme dhe Allahu subhanahu wa taala është më i madhi. Edhe në lidhje me këtë përmendin dietarët edhe te ezani. Domethënë ezani fillon me këtë dhikr madhështor, Allahu Akbar, domethënë Allahu është më i madhi, që është për kujtim për njerëzit në atë moment, pa marrë parasysh se në çfarë gjendje je, çfarë pune je duke bërë, çka duket shumë e madhe, a është gjumi për shembull, ose pushimi, ose puna, ose çka do qoftë prej çështjeve të dunjas, domethënë kur e dëgjon ezanin, fjalën e parë, Allahu është më i madhi, atëherë njeriu duhet të braktisë gjitha ato çështje që ka qenë të dunjas dhe të drejtohet për madhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj brenda namazit me fjalët dhe lëvizjet namaz e përmbush këtë fjalë, domethënë këtë tekbirin e ihramit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te hadithi i atij që është falur keq, i ka thënë idha qumta ila salati fakabbir. Domethënë kur të ngrihesh për namaz, atëherë thuaj Allahu Akbar. Domethënë kabbir bën tekbir, do thotë thuaj Allahu Akbar. Dhe ky tekbir duhet të thuhet në këmbë. Edhe prandaj u përmend shtylla e parë, domethënë para tekbirit u përmend qëndrimi në këmbë. Kjo është edhe në këtë, si tham te ky hadithi i atij që s'është falur mirë, ka thënë idha qumta ila salati, domethënë kur të ngrihesh në këmbë për namaz, thuaj tekbirin, thuaj Allahu Akbar. Duhet secili ta ketë parasysh se ky tekbir duhet patjetër thuhet në këmbë, përveç nëse njeriu nuk ka mundësi të qëndrojë në këmbë. Edhe te hadithi Imran ibn Husajnit që i ka thënë falu në këmbë, nëse nuk ke mundësi atëherë ulur, domethënë ka mundësi që njeriu mund të ndodhë që njeriu një pjesë namazit mundet ta falë në këmbë dhe një pjesë nuk mundet. Prandaj me rëndësi është që tekbirin ta fillojnë në këmbë. Edhe duhet ta kenë parasysh ata njerëz që vinë në xhami, vinë në këmbë duke ecur, edhe marrin karriken, edhe sillin në saf, e vendosin, pastaj ulet në karrikë dhe thot Allahu Akbar. Edhe kjo, domethënë, është në rrezikun se atij nuk i pranohet namazi, sepse është kusht që ta thot në këmbë. Pasi ka mundësi, domethënë ka ardhur vetë në këmbë dhe merr karriken, edhe nëse është në muhabet ose në punën e tij, domethënë qëndron në këmbë me orë, kurse kur vjen për namaz, domethënë nga momenti i parë ulet dhe e thot tekbirin ulur, atëherë namazi i tij nuk është i saktë. Por nëse e fillon namazin në këmbë, edhe ka ndonjë smundje që ja vështirëson vazhdimin e qëndrimit në këmbë, edhe namazi është i gjatë, atëherë mund të ulet më vonë. Por nëse ka mundësi të qëndrojë në këmbë, përveç njeriu që nuk mund të ngrihet, domethënë nëse sillet i ulur në xhami, atëherë e fillon tekbirin ulur. Domethënë sipas mundësive, se Allahu ka thënë fattaqullaha mastata'tum. Domethënë ruhuni Allahut sa të keni mundësi. Kjo ishte shtylla e parë, qëndrimi në këmbë, dhe shtylla e dytë, tekbiri fillestar. Pastaj shtylla e tretë është leximi i surës Fatiha.
Dhe surja Fatiha është shtyllë për secilin namaz. Obligim, nafile, kur njeriu falet me xhamat dhe kur është imam ose është pasues ose falet vet, do të thënë dhe në namazet që lexohet me za, namazet që lexohet pa za, do të secili që është duke u falur në secilin rekat e ka obligim të domosdoshëm, do të thënë shtyllë e namazit që ta lexojë surën Fatiha. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, do thotë nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha ose hapsen e librit. Dhe ka thënë la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab, do thotë nuk është i plot ose nuk është valid namazi në të cilin nuk lexohet surja Fatiha. Dhe ka thënë men salla salatan lam yaqra fiha bi ummi al-Quran fa hiya khidaj fa hiya khidaj fa hiya khidaj. Do thotë kush fal një namaz në të cilin nuk e lexon nënën e Kuranit, tham kjo ishte prej emrave të surës Fatiha, namazi i tij është i paplot. Është i paplot, do të thonë nuk është i vlefshëm, edhe nuk është valid. Pra është i kot. Surën Fatiha, do të thonë në gjitha këto argumente nuk kanë përjashtim, do të thënë janë të përgjithshme, që e përfshin secilin njeri, si tham, ai që falet vet, ose falet me xhamat, si pasues, ose është si imam, edhe është namazi me za, ose është namazi pa za, do të thënë është shtyllë surja Fatiha të lexohet në secilin rekat. Për këtë shkak, prej vlerës së surës Fatiha është që Allahu subhanahu wa taala ka quajtur namaz, surën Fatiha ka quajtur namaz. Dhe kjo është surja më e madhe në Kur'an, për këtë shkak është quajtur nëna e Kur'anit, edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si kjo sure nuk ka zbritur në asnjërin prej librave të mëparshëm. Do të thënë është surja më e madhe në Kur'an dhe në të gjitha librat e zbritur nga Allahu subhanahu wa taala, dhe është rukën, është namazi. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala në hadith qudsi, që është sahih e transmeton Muslimi nga Abu Huraira, në cilin thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartësuar ka thënë, qasamtu s-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Do të thënë kam dar namazin mes meje dhe robit tim në dy gjysma, wa li 'abdi ma sa'al, dhe robit tim i takon ajo që kërkon ai. Fa idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kur thot robi alhamdulillahi rabbil alamin, e gjithë lavdia i takon Allahut Zotit të botëve. Qala Allahu ta'ala hamadani 'abdi, atëherë Allahu i lartësuar thot më shprehu lavdi robi im. Wa idha qala ar-rahmanir rahim, kur thot i gjithë mëshirshmi mëshiruesi, Allahu thot athna alayya 'abdi, më lëvdoi robi im. Kur thot robi maliki yawmiddin, do të thënë sunduesi i ditës së gjykimit, Allahu thot majjadani 'abdi, më madhroi robi im. Kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pra vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë, Allahu thot hadha baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, kjo është mes meje dhe robit tim, dhe robit tim i takon çka kërkon. Fa idha qal, kur thot robi ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim walad-dallin, pra udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që i ke begatuar me të mira, jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tënd kundër vetes vet, dhe as në rrugën atyre që janë të devijuar. Atëherë Allahu thot hadha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, kjo i takon robit tim dhe robit tim i jepet ajo që ka kërkuar. Do thot kjo është hadith madhështor që e tregon vlerën e surës Fatiha, edhe që është për kujtim gjithashtu se kjo sure është lutje. Pra kur thot këtu robi ihdina s-siratal mustaqim, udhëzona në rrugën e drejtë, duhet ta ketë parasysh se është duke ju lutur Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është lutja më e rëndësishme. Dhe për këtë shkak njeriu duhet të mendojë, do të thënë ta ketë mendjen edhe zemrën prezente aty kur e lexon surën Fatiha, se këtë lutje e bën, do të thënë lutjen më të rëndësishme, udhëzimin në rrugën e drejtë, e bën pasi është afruar tek Allahu me lartësimin, lavdërimin, lavdin,
falënderimin e tij, madhrimin, të Allahut subhanahu wa taala, duke shprehur dashuri ndaj tij, shpresë, frikë dhe duke treguar veçimin, me adhurim që e veçon vetëm Allahun subhanahu wa taala dhe përforcon beslidhjen e tij dhe premtimin ndaj Allahut se nuk do të adhurojë askënd përveç atij subhanahu wa taala, atëherë kërkon këtë kërkesë, ihdinas siratal mustaqim, udhëzon në rrugën e drejtë. Duhet patjetër ta mendojë njeriu, pasi Allahu subhanahu wa taala ka thënë në përgjithësi efela yatadabbaruna al-Quran, pse nuk mendojnë për Kur'anin, të meditojnë rreth leximit, kur e lexojnë Kur'anin, të meditojnë rreth kuptimeve të Kur'anit. Ky është urdhër nga Allahu që Kur'ani të lexohet me meditim dhe përqendrim dhe analizë, në fjalë që thuhet, kurse surja Fatiha është quajtur, siç tham, Ummul Kur'an, nana e Kur'anit, që do thotë se të gjitha kuptimet që ekzistojnë në Kur'an janë përmbledhur shkurtimisht në surën Fatiha. Në ato 7 ajete të shkurta përfshihet çdo gjë që do të vijojë, pas kësaj sure në Kur'anin e Madhërisëm. Çdo urdhër dhe në veçanti urdhri për veçimin e Allahut me adhurim, edhe si tha me emrat dhe cilësitë, pastaj nënshtrimin ndaj sheriatit të Allahut e kështu me radhë, gjitha ato përfshihen në surën Fatiha. Pra nëse Allahu na ka urdhëruar në përgjithësi që të meditojmë Kur'anin, atëherë a nuk është më parsorja dhe më e rëndësishmja meditimi i surës Al-Fatiha. Për këtë shkak, mësimi i parë në këtë libër e ka vendosur autori rahimahullah kuptimin e surës Al-Fatiha, që njeriu ta ketë parasysh muslimani kur e lexon, ta ketë parasysh se çka është duke lexuar. Duke e ditur se Allahu na ka bërë obligim leximin e kësaj sure në secilin rekat dhe minimumi që do ta falë njeriu janë 17 rekate, që janë obligim brenda natës dhe ditës. 17 herë duhet ta lexoj këtë sure. Edhe është e udhës që kaq shumë, Allahu e ka urdhëruar që ta lexoj këtë sure dhe të lutet me këtë lutje, edhe ai mos e ketë mendjen ose zemrën të përqendruar në atë që e lexon. Patjetër duhet, dhe kanë përmendur disa shujukh, nëse e merr një njeri për shembull që ka 70 vjet, edhe që ka filluar që në fëmijëri të falet, secilën ditë nga 17 herë e ka lexuar këtë sure, sa herë i ka gjatë jetës së tij i ka kaluar që ta lexojë këtë sure, dhe shumë prej njerëzve që e kanë këtë gjendje, as nuk e dinë se çka thonë. Pra qëllimi i surës Fatiha nuk është vetëm lëvizja e buzëve dhe gjuhës, edhe nxjerrja e zërit, por qëllimi është meditimi dhe thellimi në kuptimet e asaj që e lexon. Për këtë shkak duhet njeriu, gjithmonë ta përkujtojë vetveten dhe t'i përkujtojë të tjerët që vazhdimisht ta mësojë dhe ta përsërisë kuptimin e surës Fatiha dhe në namazin e tij të jetë i përqendruar në atë që e lexon. Pastaj shtylla tjetër, shtylla e katërt është rukuja, që do të thonë përkulje. Pra lakimi i shpinës dhe përkulja para madhërisë së Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar: Ja ejuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Do të thonë, o ju që keni besuar, bini në ruku, në sejdë dhe adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira. Pra këtu Allahu ka urdhëruar për ruku dhe ka urdhëruar për sejdë. Dhe gjithashtu te hadithi e atij që nuk është falur mirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Do thot pastaj bjerë në ruku ose përkulu në ruku derisa të qetësohesh në ruku. Do të thonë të zësh vend në ruku. Që do thot se rukuja është shtylla e namazit. Pastaj shtylla e pestë është al-i'tidalu ba'da ar-ruku', do të thonë drejtimi drejt në këmbë pas rukus. Dhe
Argumenti është gjithashtu te hadithi I atij që nuk është falur mirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Pastaj ngrihu nga rukuja derisa të drejtohesh drejt në këmbë. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La tujzi'u salatu ar-rajuli hatta yuqima dhahrahu fi ar-ruku'i was-sujud." Do thotë nuk është I plot namazi I njeriut përderisa nuk e drejton shpinën në ruku dhe në sejdë, ose është për qëllim pas rukus dhe pas sejdës. Dhe ky është mendimi më I saktë dhe mendimi I shumicës dietarëve. Do të thonë mendimi I shumicës dietarëve të Islamit është që drejtimi pas rukus është shtylla e namazit. Përveç hanefive, të cilët thonë se nuk është. Edhe kjo do thotë është në kundërshtim me këto argumente që I përmendëm. Nga kjo, do të thonë drejtimi edhe qetësimi, se ka në tjetër transmetim, do të thonë derisa të qetësohesh në këmbë. Edhe po ashtu është përmendur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është drejtuar pas rukus derisa është kthyer secila nyje në vendin e vet, ose secila unaz e kurrizit, do të thonë është kthyer në vendin e vet. Pra duhet të qëndrojë në këmbë që të plotësohet kjo shtyllë. Përndryshe nëse njeriu është duke u ngritur nga rukuja dhe pa u drejtuar shkon sejdë, do thotë ka lënë një prej shtyllave të namazit dhe atëherë namazi I tij nuk është I saktë. Pra në bazë të hadithit, nuk është namazi I saktë derisa nuk e drejton shpinën. Dhe pastaj do ta përmendim te vajibet, do thotë kjo është shtyllë në vete që ka dhikër të caktuar. Ajo është tjetër çështje, mirë po për plotësimin e shtyllës, do të thonë duhet të jetë shpina e drejtuar, kurrizi të drejtohet. Dhe nëse njeriu, do të thonë ngrihet nga rukuja, edhe nuk pret të drejtohet shpina dhe të qetësohet, do të thonë qetësohen unazat e kurrizit në vendin e vet, dhe menjëherë shkon në sejdë, kjo është pjesë e vjedhjes në namaz. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo është vjedhja më e keqe. Do thotë ka thënë aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Do thotë hajduti më I keq është ai I cili vjedh prej namazit të tij. Pra më keq është se vjedhja e pasurive ose vjedhja e sendeve, edhe vjedhja çdo gjëje është më e keqe është vjedhja në namaz. Kanë thënë sahabët si vjedh në namaz. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Do thotë kur nuk e plotson rukun dhe sejdën. Dhe ka thënë la yuqimu sulbahu, ose do të thonë nuk e drejton kurrizin e tij. Do thotë në ruku dhe pas rukus dhe sejdës. Do të thonë kjo është vjedhje e namazit dhe namazi nuk është I plot pa këtë drejtim. Pastaj shtylla e 6 është sejdja. Edhe argument është fjala e Allahut ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Do të thonë o ju që keni besuar, bëni ruku, bëni sejdë, adhuroni Zotin tuaj dhe bëni të mira që të shpëtoni. Do thotë rukuja dhe sejdja janë shtyllat e namazit. Dhe te hadithi për atë që nuk është falur mirë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma masjud hatta tatma'inna sajida. Do thotë pastaj bjer në sejdë derisa të qetësohesh në sejdë. Dhe ka thënë autori rahimahullah, kjo shtyllë, do të thonë është as-sujudu ala al-a'da'i as-sab'a. Do të thonë sejdë në 7 pjesë, në 7 gjymtyr. Dhe këto 7 janë balli dhe hunda, si një gjymtyr, një pjesë, duart, do të thonë shuplakat që t'jenë tokë, janë 2 pjesë, gjunjt janë 2 pjesë, edhe pjesa e poshtme e gishtave të këmbës, do të thonë që duhet të jenë të drejtuara në drejtim të kiblës, duhet të jenë në tokë. Edhe ato janë 2 pjesë. Do të thonë këto 7. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Do të thënë jam i urdhëruar, do thotë nga Allahu subhanahu wa taala që të bëj sejdë në 7 gjymtyr. Në ball edhe e ka bërë me shenjë të hunda. Do të thënë që balli dhe hunda janë një pjesë që duhet të jenë në tokë. Wal yadayn, 2 duart, wal rukbatayn, edhe 2 gjunjt, wa atrafil qadamayn, dhe do të thënë majat e gishtave ose pjesa e poshtme e gishtave të këmbës. Këto 7 pjesë duhet të vendosen në tokë, edhe duhet të jenë të qetësuara, dhe njeriu të, si thuhet, ta lëshoj peshën e trupit tij mbi këto 7 pjesë. Atëherë është plotësuar sejdja. Por nëse vetëm prek, si më thon me hundën ose me ballin, pa e vendosur mirë dhe pa u lëshuar, do të thënë, ato pjesë, atëherë nuk është sejdja plot. Dhe gjithashtu, këto 7 pjesë duhet të jenë tokë gjatë gjithë sejdës. Përndryshe, do të thënë, ka një fenomen që e shohim, shumë prej njerëzve, jo shumica, alhamdulillah, por shumë prej njerëzve nuk janë të kujdesshëm, edhe i vendosin disa pjesë në tokë, por këmbët i ngrejnë nga toka, edhe nuk i mbajnë në tokë gishtat. Atëherë kjo nuk është, sejdja e tij nuk është e plotë, dhe kështu namazi është i prishur. Ose gjithashtu i mbajnë këmbët të lëshuara, mirë po, do të thënë, duke pasur pjesën e sipërme të këmbëve në tokë, dhe jo majet e gishtave, sepse duhet të jenë në tokë gishtat e këmbëve të prekura, do të thënë, pjesa e poshtme e gishtit, edhe duke i pasur gishtat të kthyera në drejtim të kibles. Edhe kur i vendosin disa njerëz vetëm këmbët kështu pa i rregulluar gishtat, atëherë kjo nuk është sejdë, dhe gjithashtu, që do më thonë se nuk është plotësu kjo shtyllë dhe namazi është i pavlefshëm. Ose ka njerëz që sa bien sejdë fillon të kruhet me dorë ose me këmbë, me njërin këmbë e kruan tjetrën, ose me dorë kruhet në një vend derisa të ngrihet nga sejdja duke vazhduar me kruarje. Do të thonë ka pasur 6 pjesë ose 5 pjesë në tokë, edhe nuk është sejdja saktë. Prandaj duhet vëmendje dhe përkushtim në këto çështje, jo, do të thënë, ashtu shkeleshko dhe me neglizhencë. Pra gjitha këto janë vjedhje nga namazi, dhe kjo është vjedhja më e keqe. Pastaj shtylla e 7 është ngritja nga sejdja. Ka thënë warraf'u minhu, do të thënë ngritja prej sejdës është shtylla e namazit, edhe argument e kanë marrë, do të thënë argumenti është i qartë te hadithi atij që nuk është falur mirë, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, pastaj ngrihu prej sejdës derisa të qetësohesh ulur. Kushti ose shtylla e 8 është ulja mes 2 sejdëve. Edhe gjithashtu është argumenti i njëjtë, thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, do të thënë ngrihu nga sejdja derisa të qetësohesh ulur. Pra këto të dyja është e qartë, do të thënë duhet patjetër të ketë ulje mes 2 sejdëve. Edhe ulja gjithashtu duhet të jetë me qetësim, do të thënë të drejtohet shpina dhe të qëndrojë njeriu ulur, pastaj shkon në sejdën e dytë. Kurse vetëm ngritja prej sejdës dhe mos qetësimi mes 2 sejdëve dhe shkuarja në sejdën tjetër pa u drejtuar ulur, atëherë kjo është lënje e një shtylle dhe gjithashtu e prish namazin. Këtu e shohim se përmenden 2 shtylla, ngritja nga sejdja dhe ulja mes 2 sejdëve. Pra disa dietarë përmendin ashtu, duke marrë parasysh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thumma rfa', do të thënë pastaj ngrihu, edhe tjetrën, do të thënë uljen. Por realisht nëse e shikojmë, kjo mund të jetë do të thënë si thon disa dietarë tjerë se është një shtyllë. Do të thënë ulja mes 2 sejdëve. Duhet patjetër, si nuk është përmendur te rukuja, pra qëndrimi në këmbë pas rukus përmendet si shtyllë, kurse ngritja nga rukuja deri në qëndrim në këmbë nuk përmendet si shtyllë e veçantë. Edhe te ulja mes 2 sejdëve, pra disa dietarë thonë
se mjafton thuhet sejdja, pastaj ulja mes dy sejdave. Kurse ngritja nën kuptohet wallahu a'lam. Por ndoshta disa prej dietarëve e përmendin pasi kemi këtu dy sejdë. Do thotë në secilin rekat ka dy sejdë. Dhe ato dy sejdë nuk mund të bëhen të ngjitura. Duhet patjetër të ndahen. Dhe me që duhet ndahen, prandaj kanë thonë dietarët se një shtyll është ngritja nga sejdja. Edhe një shtyll tjetër është ulja, domethënë përqendruar mes dy sejdave. Wallahu a'lam. Domethënë kjo është vetëm mënyra e sqarimit dhe nuk ka diçka kundërshtim. Pra, dhe duke ditur se edhe lëvizja nga sejdja deri në ulje ka një dhikr të caktuar. Edhe ulja ka dhikr tjetër, e pastaj shkuarja për ruknin tjetër. Kështu që Allahu alem, do të thonë është një shtyllë ose dy shtylla, do thotë me rëndësi është që duhet të bëhet qetësimi në ulje mes dy sejdave. Këto ishin shtylla një nga një. Pastaj një shtyllë e përgjithshme është qetësia në të gjitha veprimet, sepse e shohim në hadithin të atij që nuk është falur mirë, kur e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për secilën shtyllë i ka thënë derisa të qetësohesh. Do të thonë shkon ruku dhe qetësohu në ruku. Ngriu nga rukuja, qetësohu në këmbë. Shkon sejdë, qetësohu në sejdë. Ngriu nga sejdja, qetësohu ulur. Do të thonë vazhdimisht qetësinë e ka përmendur dhe që do thotë se është shtyllë në vetë. Pastaj ka thënë këtë bëje gjatë gjithë namazit. Do të thonë qetësia vazhdimisht duhet të jetë në secilën pjesë, në secilën lëvizje të namazit. Dhe qetësia nënkupton që njeriu të ndalet në secilën shtyllë. Do të thonë ndalet në ruku ku vendosen pjesët e trupit në atë gjendjen e rukus, pastaj ngrihet dhe të vendosen pjesët e trupit në qëndrimin e drejtë në këmbë, e kështu me radhë, domethënë, kjo është qëllimi i fjalës qetësi. Nuk do të thotë që duhet të falet ngadalë si me qenë i smur ose nuk është qëllimi i qetësisë, domethënë lëvizja të bëhet sikur si i thonë te videot me lëvizjet ngadalshme. Por qëllimi është që në secilën shtyllë të ndalet dhe të qetësohet në të. Kjo është një dhe ka ndodhur që Hudhaifja radhiyallahu anhu ka parë një njeri duke u falur pa i plotësuar mirë rukun dhe sejdën. Do të thënë pa u qetësuar në ruku dhe në sejdë. I ka thënë Hudhaifja radhiyallahu anhu: ma sallejta, walau mitta ala gajri sunnati Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë nuk u fale ti. Dhe nëse vdes në këtë gjendje, vdes jo në rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kështu ka disa transmetime prej sahabeve që i kanë qërtuar ata që nuk qetësohen në shtyllat e namazit. Dhe për këtë shkak ka thënë Ibn Taymija rahimahullah se kjo do të thotë ijma nga sahabët. Do të thonë përveç hadithit, argument tjetër është ijmaja e sahabeve, se sahabët gjithmonë janë falur me këtë qetësi. Dhe gjithashtu nëse e kanë parë dikën tjetër duke u falur pa u qetësuar në shtyllat e namazit, e kanë qërtuar. Dhe askush prej sahabeve nuk e ka kundërshtuar atë qërtuesin, se ti thotë që kjo nuk është shtyllë, domethënë kjo tregon se është ijma. Pra qetësimi në shtyllat e namazit është argument tjetër, e ka unanimitetin ose ijmain e sahabeve. Dhe në këtë çështje gjithashtu kanë kundërshtuar vetëm Hanefit dhe kanë thonë se qetësimi nuk është shtylla e namazit. Pastaj shtylla tjetër, shtylla 10 e namazit ose e 9-ta, si e thamë nëse i bëjmë ato dy shtylla të përbashkëta, atëherë kemi arritur deri te 9-ta, është renditja e këtyre shtyllave. Është një shtyllë e namazit. Prandaj dhe kjo me ixhma, nuk ka askush prej dietarëve që ka kundërshtuar. Kështu që namazi nuk është i saktë përveç nëse bëhet me këtë renditje, do të thonë që fillon me qëndrimin në këmbë, me tekbirin fillestar,
leximin e surës Fatiha, pastaj rukuja, pastaj ngritja nga rukuja, drejtimi, pastaj sejdja, pastaj ulja, pastaj sejdja e dytë. Edhe kështu në secilin rekat, se e shohim te hadithi i atij që ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu që nuk është falur mirë, i ka thënë pastaj shko, pastaj ngrihu, pastaj bëj se, do të thonë, kjo fjala pastaj do thotë që duhet të jetë me renditje. Për këtë shkak, nëse njeriu nga qëndrimi në këmbë shkon sejdë, edhe pastaj kujtohet se nuk e ka bërë rukun, atëherë ngrihet e bën rukun, edhe e vazhdon, do të thonë atëherë rekatin tjetër, a është plotësuar namazi i tij? Nuk është plotësuar, do të thonë përveç nëse e bën me renditjen. Do të thonë nëse gabimisht shkon në një shtyll tjetër, atëherë duhet të kthehet te ajo shtyll që e ka harruar, edhe prej aty e vazhdon përsëri namazin. Do të thonë ajo sejdja që është bërë para rukus është e paqen, do të thonë nuk numërohet. Dhe duhet patjetër të kthehet dhe ta vazhdojë renditjen e namazit. Shtylla e 11, po përveç kësaj, një prej argumenteve është edhe hadithi sallu kama ra'aytumuni usalli. Do thotë faluni siç më keni parë mua duke u falur. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është falur gjithmonë gjithë jetën e tij me këtë renditje. Shtylla e 11 është teshahudi i fundit. Dhe teshahud, do të thonë, gjysisht do thotë thënia e shahadetit. Dhe është për qëllim ai dhikr që e dim, do të thonë secili musliman dhe fëmijët e muslimanëve, që fillon me at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, deri në fund që përfundon me shahadetin. Ky teshahud në fund është shtyll. Pra një numër i dietarëve thonë se është shtyll, kurse një numër i dietarëve thonë se është prej obligimeve gjithashtu. Dhe argumenti i atyre që thonë se është shtyll është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Do thotë faluni siç më keni parë mua duke u falur. Pra ky është argumenti që duhet të shahudi patjetër. Dhe gjithashtu argument tjetër ka qenë është, do thotë hadithi nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thotë se kanë thënë përpara, ka thënë, do thotë kur janë ulur, at-tahiyatu lillah, dhe si ka thënë selamu ala Allah, ose do të thonë si kanë thënë fjalët përpara, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka thënë, thoni at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Dhe ka thënë kush e ka thënë këtë, do të thonë i ka dhënë selam secilit rob të devotshëm që është në qiell ose në tokë. Sepse kuptimi është, dhe do të flasim për kuptimin më në detaje më vonë të kësaj lutje. Por shkurtimisht, do të thonë përshëndetje ose veprat e mira dhe adhurimet janë vetëm për Allahun, namazet dhe çdo e mirë. Paqja qoftë mbi ty, o i dërguar, o pejgamber, mëshira e Allahut dhe bekimet e tij, dhe paqja qoftë për ne dhe për të gjithë robrit e mirë ose të devotshëm të Allahut. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e thotë këtë, do thotë ka qelluar secilin rob të mirë të Allahut në qiell ose në tokë. Dhe pastaj thot, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kjo është që i ka urdhruar, prandaj kam thënë se është shtyll. Pastaj shtylla tjetër, që e ka përmendur autori rahimahullah, ka thënë salavatet. Edhe për salavatet gjithashtu ka ikhtilaf, ka disa prej dietarëve, dhe dietarët e mëdhëbit Shafi dhe Hambeli kanë mendimin se salavatet janë shtylla e namazit. Do të thonë që nëse nuk i thot njeriu, atëherë namazi i tij nuk është i saktë. Mirpo shumica e dietarëve janë të mendimit se salavatet nuk janë shtyllë. Do të thonë disa thonë se janë wajib, disa thonë se janë sunnet.
Ata që thonë se janë shtyll e kanë marrë argument ajetin që ka thënë Allahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Dhe Allahu i jep salavat. Dhe salavati i Allahut për pejgamberin është përmendja dhe lëvdata për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shoqërinë e lartë, në qiell. Edhe kjo do të thonë mëshirë dhe dhunti dhe shpërblim. Do thotë prandaj salavat prej Allahut, do të thonë lëvdata, ngritje edhe mëshirë dhe shpërblime. Kurse salavat prej robërve është lutje Allahut që t'i japë salavat, do thotë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj thot Allahu i jep salavat dhe melaikat luten për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me salavat. O ju që keni besuar, lutuni për të pracojni atij salavat dhe jepini shumë selam. Dhe i kanë thonë sahabët, pra Imam Shafiu ka thonë se ky ajet është për salavatin në namaz, edhe për këtë shkak ka thonë se është shtyll. Dhe i kanë thonë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi kuptuar, do të thënë dim si të çojmë selam. Do të thënë ky selami është assalamu alayka ayyuhan nabi tahiyat. Por si të çojmë salavat, atëherë i ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thoni Allahumma salli ala Muhammedin wa ala në këtë transmetim, do të thënë që është në transmetohet në Buhari dhe Muslim se salavatet kanë disa forma. Dhe një prej tyre është kjo Allahumma salli ala Muhammedin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammedin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Do thot i kam mësuar se si ta plotësojnë ajetin. Pra selami në etahiyat, kurse salavatet në këtë mënyrë. Edhe ajo që është e njohur, do të thënë, sepse ka disa forma që janë transmetuar, por më e njohura është ajo që e dinë shumica e muslimanëve. Mirë po, në transmetimin që e përmenda për etahiyatin, në fund thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e thot këtë përshëndetjen dhe shahadetin, pastaj bën dua çka të doj njeriu. Do të thënë lutet, kërkon prej Allahut çka do të kërkoj dhe nuk janë përmendur salavatet. Dhe gjithashtu si argumente kanë marrë për këtë që nuk është falur mirë, e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka mësuar secilën shtyll dhe nuk ja ka përmendur salavatet ose tashahudin, por i ka thënë nëse e bën këtë në namazin tënd, atëherë namazi yt është i plotësuar. Që do të thonë se këto nuk janë prej rukneve, wallahu a'lam. Gjithashtu tjetër argument që e marrin të dy palët si argument, kur është në një hadith kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar dikant duke u lutur në namaz dhe ka thënë ajila hadha, do të thënë nxitoj ky. Por pastaj ka thënë idha salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih wa thana'i alayhi thumma liyusalli ala an-nabi. Do thotë kur të falet dikush dhe kur do të lutet, le të fillojë me lavdrimin e Allahut dhe lëvdata për Allahun subhanahu wa taala, pastaj le të dërgoj salavat për pejgamberin, thumma liyad'u ba'du bima sha. Pastaj le të lutet me çka të doj. Këtë hadith, më thënë edhe njëra palë ka thënë se kjo është urdhër, që tregon se është obligim salavati, por pala tjetër e djetarve kanë thënë se pikrisht kjo është argument se nuk është obligim salavati, sepse nuk e ka urdhruar që ta përsëris namazin. Do të thënë, namazi është në rregull, por e ka orientuar si duhet të lutet. Mirë, dhe shtylla e fundit e namazit është selami. Thotë, pra selami është shtylla e fundit, shtylla e 14, sipas kësaj renditjes që ka përmendur autori rahimahullah. Ka thënë autori 2 selamet, do të thënë selamet në të dy anët. Mirë po, më sakt është
se selami në anën e djathtë është shtyllë, kurse selami në anën e majtë është sunnet. Prandaj nëse njeriu jep selam vetëm në anën e djathtë, do të thonë namazi i tij është i plot dhe i përfunduar. Argument për selamin, si tham se është shtyllë, është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fillim që e përmendëm, thotë çelësi i namazit është abdesi ose pastërtia, fillimi ose tahrimi i namazit është Allahu Akbar, tekbiri, dhe tahlil, do të thënë dalja prej namazit është selami. Dhe në hadith ka përmendur një selam, jo dy. Do thotë nuk ka thënë tahliluha taslimatan, do të thënë dy selame, por një selam. Që do të thonë se me një selam njeriu del prej namazit dhe namazi është i plot, kurse selami i dytë është i preferuar, dhe është sunet. Dhe gjithashtu ata që kanë thonë se është obligim selamin në të dy anët, kanë marrë një hadith si argument ku tregon Xhabir ibn Samura radhiyallahu anhu, thot kur faleshim dhe kur thonim më në fund Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, bënim shenjë me dorë, do të thënë djathtë edhe në të majtë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë alama tu'minuna bi aydikum ka'annaha adnabu khayl shums. Do të thënë pse bënim shenjë me dorë si bishtat e kuajve. Ka thënë inma yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Do thotë mjafton që dorën ta keni mbi kofsh, do të thënë në prehër, dhe kur jep selam, njeriu t'i jap selam atij që e ka nga ana djathtë dhe atij që e ka nga ana e majtë, do të thënë duke kthyer kokën. Për këtë shkak kanë thonë kjo tregon se të dy anët është rukn të jepet selam. Mirë po e kanë kundërshtuar këtë disa dietarë që kanë thonë ky është sqarim në lidhje me mënyrën e dhënies së selamit. Pra i ka thonë nuk ka nevojë të bëni shenjë me dorë, por vetëm me kthimin e kokës. Kjo nuk do të thonë se të dyja janë shtyllë e namazit, sepse në hadith është përmendur gjithashtu vendosja e dorës mbi kofsh. Edhe kjo nuk është shtyllë. Pra nuk është të njëjti hadith është përmendur vendoseni dorën mbi kofsh dhe jepni selam të dy anët, kurse vendosja e dorës mbi kofsh nuk është pa dyshim se nuk është shtyllë. Kështu që këto janë këto 14 shtylla që janë përmendur, 5 prej tyre janë fjalë, dhe ato janë tekbiri fillestar, leximi i surës Fatiha, tashahudi i fundit dhe salavatet, dhe gjithashtu selami. Këto janë me fjalë, kurse shtyllat tjera që u përmenden janë veprime. Dhe ato duhet t'i di përmendsh besimtari, sepse është e rëndësishme për çështjen e gabimeve në namaz ose mungesa kështu me radhë. Do të thënë ajo është me rëndësi njeriu t'i di edhe përmendsh, edhe ta di se cilën vepër që është duke bërë, a është prej shtyllave, apo është prej obligimeve, apo prej suneteve, dhe për obligimet dhe sunetet do të flasim më vonë. Pra këto 14 shtylla janë qëndrimi në këmbë, për atë që ka mundësi, tekbiri fillestar ose tekbiri i ihramit, leximi i surës Fatiha, rukuja, drejtimi, do të thënë qëndrimi drejt pas rukus, pastaj sejdja në 7 pjesë, ngritja prej sejdës, qëndrimi ulur mes dy sejdëve, qetësia në të gjitha veprat, renditja mes këtyre shtyllave, do të thënë 10, pastaj 11 tashahudi i fundit, ulja për tashahudin e fundit, salavatet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe selamet. Do të thënë 2 selamet në djathtën të majtë. Siç e ka përmendur autori rahimahullah, kurse për detajet folëm. Tashahudi i fundit është shtyllë, kurse tashahudi i parë, nëse është namazi me 2 tashahude, do thotë atëherë tashahudi i parë është sunnet. Edhe wajib, është wajib. Do të tashahudi i parë është wajib, për cilat do të flasim më vonë. Kurse tashahudi i fundit
Dhe nëse namazi ka vetëm një teshahud, do të thënë ajo është i gjithi, ky teshahud është shtyllë, edhe ulja për këtë teshahud është shtyllë e namazit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.